Që në moshën 17 vjeçare, Delvinjoti Anastas Gjoka zbuloi pasionin e tij për profesionin e orëndreqësit. Dëshira për ta mësuar këtë zanat e shtyu të kërkonte mundësinë për të punuar pranë ndërmarrjes së riparim shërbimeve. Pas miratimit të kërkesës së tij, ai u rekomandua të angazhohej në repartin e orëndreqësve të Delvinës, duke hedhur kështu hapat e parë në një profesion që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Pasioni im ka qenë që në moshën 17-18 vjeç, por përfundimisht që fillova zanatin pranë ndërmarrjes së riparim shërbimeve, bëra kërkesë, mu aprovua nga komiteti ekzekutiv dhe nëpërmjet drejtorisë që qenë në Sarand, mu rekomandua që të veja në punë pranë repartit të orëndreqësve Delvin. Aty përbëhej nga një usta i mirë që quhej Stefo Luci, një nga ustallarët pothuajse më të mirë në rang republike, ka bërë dhe ai shkollë jashtë shtetit për orëndrejës në ato vite, siç më thoshte. Dhe unë, si rrjedhoje e emrit të tij, gjatë ushtrimit të profesionit, gjithmonë jam mbështetur direkt në mësimet e tij, në teknikacionet e tij në orë, duke më shpjeguar me zell që të lënte një pasardhës, sepse qenë në moshën që do dilte në pension në ato momente dhe ai u përkushtua më shumë tek mua duke parë dhe disa dhunti të mia. Përfundimisht unë e kisha me një pasion dhe dashuri të tepërt, domethënë në kuptimin e dashuroja dhe e isha këmbgulës për të mësuar atë zanat. Anastasi tregon se zanatin e mësoi nga mjeshtrit më të mirë të kohës, të cilët i transmetuan jo vetëm njohuri teknike, por edhe dashurinë për punën. Sipas tij, orëndreqja kërkonte përkushtim, durim dhe shumë vëmendje ndaj detajeve, cilësi që ai e zhvilloi me kalimin e viteve fal punës së vazhdueshme pranë profesionistëve me përvojë. Rruga për të bërë orëndreqës nuk ishte e lehtë. Ai kujton se në fillimet e tij hasi vështirësi të shumta, pasi puna me mekanizmat e vegjël të orëve kërkonte saktësi dhe përqendrim maksimal. Vështirësia ishte e shumtë sepse ky zanat është me të fshetat e tia, është një lloj inxhinierie të intave, si thua. Ustaj që kisha unë që është shumë shpjegues, që është shumë usta mjeshtër, domethënë, dhe mua më pëlqente mjeshtëria e tij dhe unë me sa kisha mundësi në aftësitë e mia e përthitha zanatin, domethënë nëpërmjet dhe gjithmonë ndihmesës së tij, sepse në shumë raste ustallarët janë çik konservator dhe s'para e japin zanatin, kurse ai u përkushtua tek mua dhe pothuajse më dha, domethënë, talentin e tij e përcolli tek mua. Dhe unë isha një ndër ata ustallar aty që domethënë u aftësova jashtëzakonisht nëpërmjet ndihmës së ustas Stefo Luci dhe ja kam për nder që unë mora, domethënë, gjithë dijet dhe gjithë mjeshtrinë e tij e përvetësova pothuajse në të shumtën e përqindjes në zanat. Sot në moshën 63 vjeçare, Anastas Gjoka është orëndreqësi i vetëm që vazhdon të ushtrojë këtë profesion në Delvin. Pavarësisht viteve, ai vazhdon të punojë me të njëjtin pasion si në ditën e parë. Për të, ky profesion nuk është thjesht një burim jetese, por edhe një trashëgimi që dëshiron ta ruajë dhe ta përcjellë më tej, duke kujtuar se Delvina dikur njihej për mjeshtrit dhe zanatçinjtë e saj. Përfundimisht, orëndrejës kam ngelur unë në Delvin, pasi të tjerët si rrjedhoje rënimit të sistemit dhe që ekonomia ra, shumica e tyre morën rrugën e emigrimit, kurse unë vendosa të ushtroja profesionin dhe ja dola mban pasi kisha domethënë një lloj emri në rreth. Unë është një nga zanatet që, si thuash, jo që më pëlqen, por dhe s'dua ta abandonoj sepse është një trashëgimi në artizanalin e, domethënë në çështjet artizanale të Delvinës, sepse Delvina shquhej për anën artizanale, kanë qenë nga artizanalët më të mirë në rang rrethi, kanë qenë këpucar, robaqeps, ordrejs, teknik radio televizorash. Domethënë Delvina ka patur traditë të vazhdueshme, domethënë në lidhje me artizanalin.
Me keqardhje Anastasi vëren se të rinjt sot po tregojnë gjithnjë më pak interes për zanate tradicionale. Sipas tij, profesione të tilla po humbasin dale ngadal, ndërsa gjithnjë më pak të rinj zgjedhin t'i mësojnë dhe t'i vazhdojnë ato. Unë shoh që të rinjt sot nuk janë të përkushtuar për zanate të tilla, pasi e shikojnë çik si të vështirë, sepse shohin që ka shumë pjesë ora dhe vend deri diku dhe dorëzohen dhe nuk e ushtrojnë, domethënë nuk kërkojnë gjëra më të kollajshme në jetë. Kjo është, ky është një zanat i vështirë që do këmbgulje, do qetësi, do përkushtim dhe do të ketë vetë njeriu dëshirë dhe dashuri për një zanat. Kështu që deri tani s'më shqasur njeri që ta marrë dhe që nga djali im nuk do ta ushtroj më. Ndjeni keqardhje për këtë? Unë ndjej shumë keqardhje, sepse jeta vazhdon dhe do të ketë vlerat e saj në çdo aspekt të jetës, duhet të jenë vlerat që të spikatin dhe t'i shërbejnë dhe popullit për atë që ka nevojë. Kur kërkon një shërbim, duhet t'i afrohet popullit. Po këtë nuk e kuptojnë të rinjtë e sotëm, janë çik tek e kollajshme, si thua, jo tek e vështira. Ai shpreson që brezat e rinj të kuptojnë vlerën e zanateve të vjetra dhe të kontribuojnë në ruajtjen e një pjese të rëndësishme të traditës dhe identitetit të qytetit.